kishte Zoti Hoti kundrejt lëvizjes vetëvendosje, e cila betej kishte zvarkuar me të madhe dhe në media që t'jemi objektiv, dhe që Zoti Hoti nuk kishte imunitet, kondicion, fuqi që ta si me dhënë që ta përballonte vetë të betej. Zoti Avdi Gjiku nuk i kishte ndalë në ndihmë Zotit Hoti, as në zgjedhjet e vitit 2021. Nuk i kishte ndihmuar fare, kishte qenë një figurë që po shikonte, po observante. Po t'ish angazhuar Zoti Avdi Gjiku, ki shku përsëri LDK-n e 18%, ajo në 8%? Sepse Zoti Avdi Gjiku ka pritur fitoren. Nuk është të mundur që Hoti do të arrinte këtë rezultat me qenë se për përmeni? Për shkak që ka pasur angazhim dhe ka pas një test të dështuar që ka sjell LDK në 12%. Jo. Ju përshini pra si sukses të Zotit Avdi Gjiku. E ka rikthyer me 20 deputet dhe kjo nuk është pak. Nuk është pak. Madje Zoti Hoti pak para zgjedhjeve kishte thënë që në LDK nuk janë për lumirin aty, por janë për LDK-n. Pra, as para zgjedhjeve nuk ja kishte dhënë pra këtë lloj mbështetje që po thotë Zoti Berisha. Kam typin që është një lloj konflikti gjeneratave ose një zili. Jo. Është në fakt një ndeshje e klasës së vjetër të LDK-s dhe asaj të re. Nuk është fakt. është një përplasje kështu? Zani, në momentin me vendimtar që ka kaluar Kosova politikisht dhe LDK-ja në historikun e saj, Zoti Lumir Avdi Gjiku në vend të mbështetjes për Zotin Hoti, po flas për vitin 2021, kur VV shënoi fitore rekorde të zgjedhjeve, me 50%, Zoti Avdi Gjiku kishte zgjedhur heshtjen. Ministri Mendu kanë të njoft LDK-n, të kuptuar mbrana LDK se është një figurë. Në politikë e disimatësh me një vendimarrje të guximshme dhe me një vizion e guxim në leadership. Sëri në pozicion të Lumir Avdi Gjiku, nuk duhet të hudhet faja atje. Lumir Avdi Gjiku me leje vërtita në atë kohë demonstronte një dëshirë të dukej mbase të imitonte më shumë Zotin Kurti për vendimarrjet e tij se sa vetë partinë e tij që kishte vendosur aty. Dhe LDK-ja ka zhvilluar po them këtë debat. Ky debat ka rrënjët e tij, ka historikun e tij. Unë pres që në LDK të ndodh një fraksion dhe ky fraksion u legjitimu me Zotin Hoti. Zoti Hoti e nisi makinën dhe në rimorkjo, figurativisht po them ashtu, kushdo që zbarkon rimorkën